Në një botë ku çdo gjë po bëhet digjitale, çdo klikim, çdo video dhe çdo program që ti po e shikon është e krijuar nga dikush. Çdo herë që ti hap telefonin, bën scroll, porositë ushqim, shkon në një website ose përdor inteligjencën artificiale, çdo herë që ndron diçka prapa saj. Dhe ajo gjë e vetme është programimi. Dhe e vërteta është që bota digjitale funksionon për shkak të njerëzve që dinë të programojnë. Përshëndetje për gjithë dhe mirë se vini në videon e radhës të Maker Minds. Sot në këtë video do të flasim për programimin në përgjithësi dhe gjithashtu do të ndajmë atë në Python Development, Java Development dhe Web Development. Do të mësojmë gjithashtu edhe për internshipin dhe sa i rëndësishëm është për juve me pas një internship dhe me pas projekte reale në portofolion e juaj. Shumë njerëz përdorin teknologjinë çdo ditë, por shumë pak prej tyre e dinë se si me të vërtetë po funksionon ajo. Dhe pikërisht ata që po dinë se si po funksionon ajo janë ata persona me cilën po e ndërtojnë të ardhmen. Ndoshta në të ardhmen programimi po dukej si diçka e komplikuar edhe si diçka që vetëm është për gjeni. Por sot programimi është bërë një nga aftësitë më të fuqishme që një person mund ta mësojë. Ajo nuk po ndalet, por kundrazi po shkon duke u zgjedhur dhe duke u rritë çdo ditë më shumë. Çdo biznes, çdo kompani, çdo industri po shkon çdo ditë po bëhet më digjitale. E çfarë do të thotë kjo? Është se kërkesa për programues po shkon të rritet çdo ditë. Por një gjë që ne po e gabojmë, është se programimi nuk është vetëm për të shkruar kod. Programimi të mëson të mendosh, të zgjidhësh probleme, të bësh diçka nga zero dhe të kthesh një ide në realitet. Dhe ndoshta gjëja më e bukur është që sot një person me një laptop dhe një uri të duara po ndërton diçka që po përdoret nga mijë e miliona njerëz. Por gjithashtu nuk mund ta harrojmë edhe anën financiare. Gjithsesi që këto njohuri janë shumë profitabile dhe janë shumë të mira nga ana financiare, sepse çdo njohuri e jotja paguhet sa më shumë për ty. Ne në Maker Minds kemi ndërtuar programe që nuk fokusohen vetëm në teori, por fokusohen në ndërtimin e praktikave reale dhe domethënë me të përgatitur sa më shumë për tregun real. Ti nuk mëson vetëm teori dhe nuk mëson vetëm se çka është programimi, por ne mundohemi që me anë të praktikës të punojmë projekte reale dhe të ndërtojmë diçka që me të vërtetë ka vlerë në tregun real dhe kemi dallu gjithsesi nga aplikimet e tjera të punës. Domethënë ne mësojmë të krijojmë projekte reale, të ndërtojmë njohuri të reja, të krijojmë një ide nga zero deri në përfundim, të fitojmë eksperiencë e shumë njohuri të tjera me të cilën kanë me të deshtë edhe në jetën tonë reale e jo vetëm tek ana teknike e programimit. Le të flasim fillimisht për web development. Çdo faqe që ti ke vizituar deri më tani është ndërtuar nga web developers, nga shopet online e deri te faqet e mëdha të kompanive dhe platforma të mëdha si YouTube, Netflix dhe Facebook, gjitha këto janë të ndërtuara nga zhvilluesit e webit. Çdo biznes sot ka nevojë për prezencë online dhe për ata web development është një nga fushat më të zhvilluara dhe më të kërkuara në botë. Në këtë program që ne kemi krijuar, studentët tonë ndërtojnë një website modern, mësojnë se si të dizajnojnë një interface, si të ndërtojnë funksionalitet real dhe si të ndërtojnë një ide nga zero e deri në një platformë reale që mund të përdoret në tregun real. Por mbi të gjitha, ti mëson se si me ndërtu diçka reale me duart e tua, me të cilën ndjenja e parë kur e sheh website-in tonë funksional me të vërtetë nuk është që harrohet lehtë. Pastaj kemi Python. Python Development është një nga gjuhët programuese më të fuqishme, me cilën gjithashtu përdoret edhe në inteligjencën artificiale. Ajo domethënë përdoret në machine learning, cyber security, automation, data science, edhe shumë teknologji tjera moderne që me të vërtetë po e ndryshojnë në botën. Kompanitë të mëdha si Google, Netflix, NASA, Spotify e shumë tjera domethënë përdorin Python për sistemet e tyre reale. Ajo që bën Python kaq të fuqishëm është që me të vërtetë është relativisht shumë i lehtë për të mësuar edhe shumë i kapshëm për çdo moshë. Por në të njëjtën kohë mund të përdoret për projekte jashtëzakonisht të mëdha dhe të avancuara. Sot jemi në epokën e inteligjencës artificiale dhe Python është një nga gjuhët më të fuqishme dhe më të rëndësishme të kësaj epoke. Kjo do të thotë që aftësitë në Python po bëhen gjithnjë më të vlefshme. Dhe për studentët që e dinë këtë gjuhë, Python është hapi i parë drejt botës së inteligjencës artificiale dhe zhvillimi i këtij revolucioni. Pastaj jemi te Java. Java është një nga gjuhët më të besueshme dhe më stabile në industri. Java përdoret për aplikacione enterprise, banking apps, platforma të mëdha, aplikacione Android dhe shumë aplikacione tjera që përdoren nga miliona njerëz. Java është shumë e rëndësishme sepse ndihmon studentët të mësojnë bazat më të forta në programim, të kuptojnë logjikën, strukturën, mënyrën si ndërtohen sisteme të mëdha profesionale dhe të mësojnë se si me të vërtetë punon një aplikacion. Dhe pikërisht pse Java përdoret kaq shumë globalisht,
Developerët që dinë me përdorë Javën janë të kërkuar shumë në tregun e punës. Por një nga gjërat më të rëndësishme dhe që kanë vlerë më së shumti në karrierën tuaj është internshipët ose praktikat e punës. Qëllimi nuk është të mësojmë teorikisht anën e programimit, por të mësojmë atë në mënyrë praktike dhe të dimë se si ka me u implementu në jetën tonë reale dhe në punën tonë të ardhshme ana e programimit. Prandaj studentët e MakerMinds mund të përfitojnë edhe anën e internshipit, ku në internshipin tonë ne mund të mësojmë se si ne mund të punojmë në një ambient profesional, si të komunikojmë me ekipin, si të kemi një bashkëpunim sa më relevant dhe sa më të mirë me ekipin tonë, dhe si të zhvillojmë një aplikacion në ekip. Qëllimi i këtij internshipi është që t'ju përgatisim ju për botën reale dhe në punën tuaj të ardhshme të dini se si bëhet në mënyrën më profesionale puna juaj. Domethënë kjo e gjitha bëhet për karrierën tuaj, që ju ta keni një karrierë sa më të përfitueshme dhe sa më shumë pranime në punë. Teknologjia po ecën përpara çdo ditë. Dhe ardhmja do t'u përkas atyre që dinë ta përdorin atë. Ndoshta sot je vetëm kurioz, ose ndoshta nuk don të fillosh. Ndoshta mendon që është vonë, ose është shumë e vështirë. Por mbaj në mend që çdo programues, çdo developer dhe çdo zhvillues ka qenë fillestar. Çdo person që sot ndërton gjëra të mëdha ka pasur një pikë nisje. Dikur secili ka pasur kohën që ka shkruar rreshtin e parë të kodit. Por ndoshta hapi yt është sot. Merr hapin e parë dhe përfiton një uri të reja. Jo një uri boshe, por një uri që me të vërtetë kanë me të implementuar në jetën tonë në karrierën tonë. Aplikoni për konsult falas duke shku në web faqen tonë makerminds.org dhe duke zgjedhur njërin nga trajnimet që ne ofrojmë. Deri në videon e radhës, nga unë Olti, tëm.